Shikues të nderuar, po fillojmë emisionin Debatus Logu. Sonte do të bashkëbisedojmë me Ismail Baftiarin, drejtori i Institutit për Studime dhe Teknologji, i cili ka qenë drejtues i kompanisë apo i firmës apo i punëve për caktimin e fizibilitetit apo studimin e fizibilitetit të zonës së parë të qytetit. Dhe Ismail, mirë se ka në emisionin tonë. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesë. Ju vini në emision një ditë pas një debati publik që patëm në Kuvendin Komunal, një debati i cili u prit me shumë kurreshtje dhe ngjalli shumë, mos them edhe habi, nga fakti se studimi juaj shumë dimensional i fizibilitetit i përballit qytetarët me një gjendje krejtësisht të re të qytetit, me një parashikim të më mirë, i cili mbas se kalonte edhe sozat shpeshherë reale. Çfarë mund të na thoni, cila ishte detyra juaj në anë të parë i caktimit të fizibilitetit të zonës së parë të qendrës së qytetit? Fillimisht shfrytëzoj këtë rast mi përshëndet shikuesit e televizionit Tema, edhe është e vërtetë që ne ishim dje me një debat cili për neve ka qenë mjaft kontribues, mjaft cilësor, kuptimin se pjesëmarrja ka qenë numerike, mirë po cilësia e pjesëmarrësve aty ka qenë që është diskutuar, është debatuar në mënyrë cilësore për studimin e fizibilitetit, për cilin ne jemi kontraktu nga Komuna e Ferizajit me kry për zonën urbane, edhe lirisht mund të them se ndoshta është rasti i parë nivel Kosovës që bëhet një studim fizibiliteti për komplet zonën urbane. Për çka ndoshta shfrytëzoj këtë rast edhe me përgëzu politikën momentale, qeverisën momentale për këtë iniciativë. Besoj që ka pas hapësira gjatë prezantimeve të djeshme me trajtu në mënyrë cilësore se çka është studimi i fizibilitetit, edhe çka është planifikimi urban, edhe nashta pjesëmarrësit kanë pas dilema. Një ngatrim sikur gjetën para një akti të krymë të një planifikimi urban. Ma shumë se sa o fitu një përshtypje e tillë. Ma shumë se që morën elementet të një fizibiliteti. Edhe se ju keni qenë prezente edhe vetë, edhe disa që e din çka është studimi i fizibilitetit, e kanë pas të qartë se realisht studimi i fizibilitetit është studimi i arsyeshmërisë për investime në të një lloj partneriteti publiko-privat. Edhe projektin, kuptimin e studimit fizibilitetit dallon për një projekti ndërtimi, kuptimin e projektimit edhe ndërtimit. Projekt është çdo lloj shërbimi, çdo ndërtim, mbikëqyrje, shërbime që është kompetente komuna, që mund mi ofru sektorit privat, mi kry ato shërbime në metodat ndryshme, qoftë me operu, qoftë me ndërtu, me operu edhe me këthy, ka metodat ndryshme me partneritet publiko-privat. Realisht, unë po besoj se... Apo ju ghatëve më tepër se ajo që është dashur. Unë po besoj se fillimisht nuk është ka qenë opinioni i informuar në mjaftueshme se çka studimi i fizibilitetit. Edhe prezentimet tona ka qenë ashta të nivelit që janë bëhen në perëndim, edhe nuk është hera parë që nështë da bëhen qatë nivel këtu, edhe ndoshta ka kriju një huti të qytetarët, edhe ka menduar se okej, duke që është një projekt arkitektonik apo urban, edhe duke që është kemi në fazën e fundit që na veç du të me votu diçka dhe nuk ka qenë ajo. Përkundrazi, na dje kemi pas debatin e parë. Domethënë ato plane që u panë ato ishin vetëm ilustrimi i ideve. Ato nuk ishin plane, ato ishin projekt koncepte të mundshme për zona caktuar për cilat është kryer studimi fizibiliteti. Faza e parë, domethënë analizat e projekteve kandidate. Se nuk është kry fizibiliteti. Ne jemi në fazën e parë. Me informoj gjithë qytetarët të interesuar. Fizibiliteti s'ka marrë formën e projektit. Jo. Ne jemi në fazën e parë ku së bashku me autoritetet komunale synojmë me identifiku projektet kandidate për partneritet publiko-privat. Në këtë fazë, ato projekte kapitale, potenciale, domethënë bëhet një studimi para fizibilitetit që quajmë na, ku në mënyrë përgjithshme bëhen studime sa janë të mundura, sa janë legalisht, sa janë elemente. Para se të fillojmë se çka keni identifikuar, të ndalim vetëm nga ajo, çfarë detyre keni marrë nga komuna konkretisht? Çka kanë nënkuptuar detyra juaj që ta bëni fizibilitetin? Na nga komuna ne për fillim mu me sqaruar që ti më sa më të qartë për shikuesit tanë. Për fillim mu me sqaruar që na
kemi konkuru me një konkurs projektimi, ku detyra komunës, detyra projektuese ka qenë të analizohen komplet hapësirat në zonën urbane, cilat paraqesin një potencial për studim fizibiliteti për partneritet publiko-privat. Të analizohen mundësit, cilat çka kishë mujtë më zhvillu ato, duke i analizu për fillim edhe problemet e qytetit, edhe gjitha kapacitetet, edhe gjitha dimenzionet. Na kemi analizu, dhe me thonë, paka shumë... Mirë, kur komuna i merë tash këto të dhënët e juaja, a mund t'ja imponon firmave? Apo firmat të dashtë të bëjnë këtë? Ka zëra që thonë se fizibiliteti bëhet nga investitori, jo edhe nga komuna? Jo. A del komuna në këtë rast një lloj investitori? Fizibiliteti bëhet nga autoritetet publike, në bazë kompetencave që kanë autoritetet publike. Nëse për kompetencat që ju kanë delegu qeverisjes komunale, në qëta fusha, për gjitha shërbimet, projektet edhe zhvillimet e mëshme, është kompetent autoriteti komunal me fillu, me inicu proces të fizibilitetit. Jënë faza më të tjeshme, shumë të më vëndshme, kur sektori privat kyçet sistem me një proces normal. Realisht, është me sharu. Është mundshme pastaj firmat të interesuara t'i kontestojnë vlerësimet e juaja? Po, shiko, realisht vlerësimi bëhet për një qëllim, me dhonë një bazë teknike, legale, financiare, ekonomike, edhe mjedisore, edhe aspekteve tjera, atyre që janë të interesuar potencial për investim. A bëhet në një interval të caktuar kohor? A vlen për kohë më të gjatë? Ky proces shkon në disa faza. Vlerësimin e parë për, domethënë, para fizibilitet e bën Departamenti për Partneritet Publiko-Privat, kodër Ministrisë Tregtisë e Industrisë. Ky departament mund me thonë, okej, ky projekt kandidat potencial është i mundshëm edhe e jep një pëlqim parim se okej, mundi me vazhdu me studim të plot fizibilitetit, që nuk kupton studime të detajume. Domthon puna juaj s'ka më nënshtruar vetëm vlerësimit komunal? Jo. Puna e jone që është e kontraktuar për komunës ka më shku në Ministri të Tregtisë Industrisë edhe aprovimin përfundimtar të një studimi fizibiliteti, se mund mu procedu më tutje për tenderem edhe për proces më tutjeshëm, e bën një komitet që është për partneritet publiko-privat, ku normal që edhe autoritet komunale me ligj të ri e ka një kandidat. Unë fillimisht ju kërkoj folje shikuzve se unë nuk jam ekspert i ekonomisë, mirë po realisht mos im keni ftu si përfaqësues të institutit INSI, do të munduhem me dhomë për... Po, ne deshëm që në përmjet bashkëbisedimit të sharojmë shumë nga dilema që ngritë edhe dje në diskutimin publik. Atëherë, zotë Baftiari, a mund të na thoni më konkretisht çfarë parametra keni hasë gjatë studimit të fizibilitetit? Çka ofrojnë disa nga pikat që tashmë i keni studiuar? Mundësisht me një gjuhë më të drejtë për drejtë që qytetari ynë të mund t'i kupton. Fillimisht, ndoshta para se me ardhur te kjo, kisha fol pak më shumë për pjesëmarrjen e transparencës, që në mënyrë të vazhdueshme është çështje mu diskutu. Unë përgëzoj prap autoritetet për gatishmërinë që ka treguar edhe kërkesën edhe që kanë bërë, përkundër edhe iniciativës tonë që me pas pjesëmarrje publike për çdo projekt madhor, edhe ky ne e konsiderojmë që është një projekt madhor për Ferizajin, studimi i fizibilitetit për zonën urbane, edhe në këtë drejtim realisht pjesëmarrja mund më trajtue në format ndryshme. Deri më tani na provojë që kemi edhe për komuna tjera është nënkuptuar që pjesëmarrja nënkupton vetëm kyçën e shoqërisë civile apo domethënë sektoreve të caktuara, grupeve të interesit caktuar. Realisht është fjala për grupet të interesit, po në kuptimin ton grupet të interesit janë edhe institucionet kompetente të fushave të caktuara. Bëhet një plan zhvillimor komunal, edhe flitet për trashëgimin, edhe është një institucion në nivelit qendror që është kompetent për trashëgimin. A keni respektuar këto gjatë punës apo keni plan pas punës që keni bërë? Na kur flasim për punë, nuk kemi ne jemi në fazën e parë. E keni parasysh se nuk kemi bën, domethënë ne jemi në fazën e parë, ne veç jemi të identifiku projektet e mundshme. Nuk kemi bën më shumë se kjo.
Përkundër që me prezantimin vizual është fituar një përshtypje se na jemi në fazën e parë. Ne jemi në fazën e parë dhe dje ka qenë ideja me pas një pëlqem në parem, një ide, një mendim qytetarëve tonë se çka mendojnë për këto zhvillime. Edhe unë jam i kënaqur me ato çka kanë menduar. Po kështu thonë lutem vetëm edhe ta përmbyll. Domthonë një pjesëmarrje cilësore nuk kupton vërtet kyçin grupeve të interesit, edhe grupeve kompetente, edhe institucioneve kompetente në faza të caktuara. Por neve në studim fizibilitetit, grup më i rëndësishëm i interesit është sektori i biznesit, qoftë vendor, qoftë ndërkombëtar. Na shpresojmë shumë se ndoshta ndonjë projekt do të jetë atraktiv edhe për investitor potencial për jashtë që vinë në qytetin e Ferizajt. Se pozita gjeografike, zhvillimi i hafshëm, sidomos fazën e mas luftës që ka ndodhur në Ferizajt. Edhe do t'i kthejmë më vonë gjithsesi të çështja e biznesit, se ata gjithsesi kanë parat, por në anën tjetër qytetarët e kanë një drejtë tjetër. Patjetër. Kanë një çështje tjetër edhe një sentiment. Na mund të thonë se për këtë qytetarëve, realisht është e drejtë e çdo qytetari, është edhe obligim edhe informum, edhe i kyçë në proceset cilat e kanë e ndikojnë jetën e tyre. Në këtë kuptim, na djep qysh dje, kemi fillu një proces diskutimit me qytetar, me intelektual të Ferizajt, me artista, me arkitekt, me njerëz që dinë çka dojnë, edhe çdo kontribut i tyre të fillu prej dje është shumë i mirë se ardhur në përmirësimin e cilësisë këtij fizibiliteti që na kanë më bën. Para se të lëshohemi në projektet një nga një që natyrisht janë më të përfolur sot në qytet, po më intereson një renditje hapëve. A ka ngatrim procesi pasi që në Ferizaj momentalisht ka zhvillohen përhuaj 3 plane paralelisht. Është plani zhvillimor komunal, pastaj janë planet rregullative dhe janë të obliguar komunat edhe për zonat katastrale. Fizibiliteti hyn në mes këtyre apo është i parakohshëm apo faktikisht i paraprim këtyre planeve. Për arsye se ka mendime që pa një plan zhvillimor, i cili tashmë plani i qytetit është skaduar, fizibiliteti mbasi është hapi i parangutshëm. Unë po besoj shumë se fillimisht kemi pas në të kaluarën ndoshta lëshime të caktuara që një komponente që për mua është shumë e rëndësishme gjatë hartimit planit zhvillimor urban atëherë nuk ju ka kështu sa do të rëndësi. Fizibiliteti. Komponentës të identifikimit zonave potenciale për partneritet publiko-privat. Nuk do të thotë se me plan zhvillimor komunal nuk studiohet fizibiliteti, po mund mu analizu zonat që janë potenciale për zhvillime të tilla. Tash nuk besoj se nëse bëjmë një analizë, për shembull, në zonë të caktuara, industriale, zonat kreative, sportive, janë bërë ndarjet në mënyrë vetëm të them kushtimisht zonale kështu. Po ne kemi pas planin zhvillimor urban qytetit Ferizajt dhe realisht kemi analizuar planin zhvillimor urban që është punu për dikuj më herët, mas me përmendur si kompani, realisht e kemi pas edhe për fat keq nuk kemi mujt me gjetë një zonë që thotë se është potencial për zhvillim ekonomik ose për partneritet publiko-privat, sa për këtë zonës urbane po flas. Mirë, por realisht edhe trafikut urban që ndërlidhet me studimin tonë fizibilitetit, i kemi gjetur vija që nuk janë, për mendimin tonë, nuk janë studiuar në nivel të dur. Nuk ka arsye me mendu se është një gëshetem i interesave ndryshme mes planifikimit edhe studimit fizibilitetit. Mirësh do të ishte nëse ata që kanë punu bashkë me autoritetet komunale kishin menu për këtë dimension edhe më herët. Mirë, por realisht nëse sot e kemi një zonë ofër spitaleve aty, edhe tash e bëjmë, janë objekte të vjetra që stabiliteti ty është në pikpyetje, edhe na thojmë, okay, që kjo zonë mund mu rizhvillu me kushtet urbane momentale, ose me kushtet urbane cilat mund mu kriju të ardhmë, që do të jenë nuk ka vlerëson edhe vetë, nëse analizojmë qatë zonë, dhe me që të mund më bon një objekt më i mirë, një shërbim më i mirë, një zhvillim më i mirë, edhe jopmi analiza dhe financiare dhe analiza kogjo detajume për atë studim, nuk ka shka më konë në kundërshtim me ato, normal që janë aspektet legale që du të më respektu. Po këto pikërisht du të nisën të aspektet legale, për arsye se edhe dje ka pas pyetje dhe shqetësime të qytetarëve, se në çfarë ligji është bazuar puna juaj komplet. Që ta krijojmë, ta sqarojmë edhe këtë aspekt e pastaj të lëshohemi drejt për drejt në punën edhe në identifikimin e zonave të mundshme. Është ndoshta më drejt me thonë
në çfarë ligje bazohet studimi i fizibilitetit, se me thonë puna jonë. Puna jonë bazohet me një kontratë që na kemi me një autoritet kontraktues që në këtë rast është në këtë rast të konteston me punën e komunës. Komuna do të përmbledh të ligjet. Realisht puna jonë bazohet me një kontratë që kemi me autoritetin kontraktues për studimin e fizibilitetit zonës urbane, domthonë zona të caktuar, ndërsa studimi i fizibilitetit si i tillë bazohet në ligjen për partneritet publiko-privat dhe koncesion, që është një ligj që është, besoj, i qartë në procedurat që duhet me njek, në procesin edhe fazat që duhet me njek, edhe ciklin e jetës një projekti për partneritet publiko-privat, që realisht fillon para fizibilitetit, drejt fizibiliteti plot me dokumentacion me gjitha, faza implementimit edhe faza monitorimit implementimit. Janë disa faza. Zotë Baftiari, ndështë ky fakt kanë gjallë shqetësim më shumë të qytetarë. Tërkoj edhe një element tjetër. Realisht është shumë e rëndësishme për neve se nuk është një ligj vetëm, është ligji për partneritet publiko-privat. Po për me bën studim, realisht duhet me pas parasysh edhe përmbajtje tjera dhe ligje tjera, edhe është për shembull ligji për dhënien në shfrytëzim të tokës komunale publike, edhe është ligje për planifikim, edhe ligje tjera, po janë dokumente, instrumente tjera që duhet më morë për bazë kur hartohet. Komuna nuk është hera parë që lëshohet në partneritetin publiko-privat, apo që jep tokën e vetë me koncesion, dhe pavarësisht prej reagime apo jo, apo mos shkuris mirë të atyre punimeve, ato me gjithat qytetarët e kam pranu si një të vërtet të re, një pjesë të realitetit të ri që duhet të lëshohet komuna në këtë bashkëpunim. Mirë po mbase tash është gjetë, qytetari ju është gjetë para një akti shumë befasus, për arsye se ky partneritet është zgjeruar në një masë që ka përfshi krejt qytetin. A mendoni që dashte shkohet pik-pik, apo të them kushtimisht sistemi prej zonës zonë, apo me njëherë ju të bëni fizibilitetin? Se sikur përbjen, sikur këtë qyteti është hedhur në koncesion. Po mendoj zona qendrës, këtë qyteti, po flas për pak në aspektin metaforik. Ne si INSI e kuptojmë shumë drejt interesin e autoritetit publik, këtë rast komunës Ferizajt, për me bë studime e fizibilitetit komplet zonën urbane. Mirë po mund më sqaroj për juve dhe për shikuesit e të vëtemës se përkundër që është bën studimi, është në proces studimi fizibilitetit për zonën urbane, jo identifiku zonat potenciale, ne besojmë shumë se në një proces pjesëmarrës cilësor, në përfundim kemi ardhur me 4-5 projekte që kanë më studiu plotësisht për fizibilitet. Nuk kena me mujtë me përkundër interesave të autoriteteve publike mi zgjedh shumë probleme nëpërmes apo me dhon shumë shërbime sektorit privat, që është e rëndësishme më përmirësu cilësia shërbimeve, është e rëndësishme më përmirësu cilësia jetës qytetarëve, edhe me pas, domethënë, benefite ekonomike dhe benefite tjera, mirë po, ne jemi të bindur shumë se na kena me përfundu me 4-5 projekte që në rastin më të mirë urojmë më zbatu. Se vërtet është një dimension që ja vlen më përmirësu, domethënë qoftë struktura e ndërtesave, qoftë ambienti, qoftë hapësirat, probleme jetike për qytetin e Ferizajt. O diskutohet për parkingjet, diskutohet për ekurudhën, diskutohet për ndërtesat që janë të vjetra, diskutohet për sheshin. Nëse morëm vetëm elementin e ekurudhës, ka qenë është interesi jetik i Ferizajt mu trajtu ekurudha, edhe në gjithë kuptim, unë nuk shoh që... Kur jemi të ekurudha, keni pas parasysh, keni pas informatin atëherë më herët se ekurudha mundësisht do të hynë në tokë, parasysh se Ministri Zharku pikërisht në këtë studio ka premtu se do t'i propozon edhe investitorëve, bergjit edhe të Bankës Botërore që të kenë mjetë e shtesë që përfundimisht ekurudha të bie të hynë në tokë, faktikisht të krijohet një lloj metre. A keni pas parasysh këtë fakt apo fizibilitetin e keni bërë mbi gjendjen që kemi tash po? Na edhe kur kemi konkurruar si INSI me konform detyrës projektuese për këtë studim, kemi pas interes me pas sa më shumë informata në dispozicion. Na kemi qenë të informuar se është një projekt për rehabilitimin e ekurudhave të Kosovës, edhe i mbështetur nga bergje edhe institucione tjera financiare ndërkombëtare, edhe normal nga qeveria e Kosovës, mirë po realisht janë edhe disa kompetenca edhe disa interesa edhe të autoriteteve publike komunale këtë funksion.
na për momentin e shohim qytetin e Ferizajt, pikërisht për shkak të Hekurudhës, ndo me gati 2 zona, cilat nuk janë të integruar në mënyrë cilësore, cilat pengojnë aty këtë edhe zhvillimin ekonomik. Po çka është më në interes për qytetarët, ka qenë zonë rrezikut permanent për qytetarët e Ferizajt. Propozimet e juaja kanë bënë edhe në integrimin e qytetit? A keni pas parasysh këtë fakt? Pa diskutim. Ne kemi bënë një inqizim gjendjes në Hekurudhë, për momentin edhe i kemi analizu njët kyqe, për shembull rreth rrotullimin të stacioni policisë, rreth rrotullimit ofër stacionit të autobusëve momental, edhe kemi analizu çfarë forme mund më kanë më realizua ajo. E analizu 2 varianta, një variant që është në panele çdo 40 metra, variant i hapur. Domthonë kemi nën tokë, po variant i hapur i cili bëj ke kursimet jashtëzakonisht të rëndësishme në kuptimin e ventilimit dhe ndryshimit natyror. Mirë po, normal që ai nuk është funksionu pa masat sigurisë që duhet më morë për qytetarin tonë. Edhe variantin e dytë është analizu, domethënë varianti komplet nën tokë, cili bën shumë zgjidhje, po e ka një kosto më të lartë. Do të është një fat i madh për Ferizajin, që është ky moment i mirë që qeveria e Kosovës bashkëpunë me fondet ndërkombëtare është në proces hartimit projektit kryesor për rehabilitimin e Hekurudhave, edhe si ka thënë edhe vet ministri Zharko ka premtuar që do të bëhet në një sistem të nëntokësor komplet trajtimi i Hekurudhave, edhe kjo na jep mundësi për studimin tjetër, pjesës tjetër të fizibilitetit në mënyrë më cilësore, edhe krijimit të hapësirave gjelbërta, edhe parkingjeve dhe zhvillimeve tjera që ndërlidhen. Unë uroj shumë që ky problem ndoshta 100 vjeçar me qindra të vdekur edhe përmbajtje tjera, domethënë më trajtu edhe më zgjedh në këtë proces, edhe ne jemi shumë me fat që jemi edhe na pak a shumë një pjesë e një procesi që është historik në shtë përfajsare. Po, zoti Baftiari, ju keni bërë shumë propozime të cilat pak a shumë për qytetarët dje i sjellë para një akti mbasi të kryer, sikur të thonin se ky nuk është më Ferizaj. Sa keni pas parasysh këtë fakt që këto ndryshime shumë të mëdha do të prekin drejt për drejt identitetin e një qyteti të drejtashëm? A keni pas parasysh edhe këtë fakt? Fillimisht, na e kemi analizu komplet qytetin e Ferizajt. Kemi analizu edhe pak a shumë listën e objekteve që janë të listuar në trashëgiminë e Ferizajt edhe që janë të rëndësishme për Ferizajin. A do të thotë ajo listë që është legjitime? A do të thotë ajo listë që duhet përmirësohet? Unë besoj shumë se, çka nuk është listë, nëse është interesi i qytetarëve në kuptimin e rujtjes identitetit, normal që është një proces që duhet provohet më fut në lista edhe objekte tjera që ju i konsideroni që janë të rëndësishme për identitetin e Ferizajit. Mirë po, nuk e besoj që me ato zona që kemi trajtuar na, prekët shumë identiteti i Ferizajit. Edhe dje ka qenë, po thëmë, hapi parë që na ke pas interes me pas opinion qytetarëve, mendim qytetarëve, çka preket, çka nuk preket. Ai opinion, ai mendim na ndihmon neve në krijimin e prioriteteve për ato. Ne nuk do të thotë që nëse ka pas vrejtje në një zonë caktuar, ne nuk e trajtojmë si prioritet atë zonë. Normal që mu më negociu, mu më diskutu, mu më dhon mendime derisa të vim te një pëlqim parem për prioritetet. Janë bërë paraqitjet gjatë prezantimit për ndryshimet të mëdha tek sheshi, janë bërë prezantimet për ndryshimin tek pjesa prej hotelit dhe te posta, ku parashihe spakus pas asaj që keni prezentuar dy kulla, pastaj çështja e bibliotekës së qytetit, e shumë ndryshime tjera, mbi kalimit tek fakulteti teknik, gjitha ato, por për gjitha do të flasim pak më vonë në mënyrë më detajore që shikuesit të kenë mundësi të njihen me çdo propozim të juaj, spaku për 10 propozimeve që kanë qenë aty, por vetëm pas një pushimi të shkurtë. Një pushim reklamash e kthehemi sërish. Shikues të nderuar, po rikthehemi në emisionin Logu për të vazhduar bashkëbisedimin me Ismail Baftiarin, drejtorin e institutit i cili ka kryer studimin e fizibilitetit për zonën urbane të qytetit. Zoti Baftiari përmendet se propozimet e juaj nuk prekin identitetin e qytetit, nisur nga ajo listë e trashëgimisë që ju keni pas. Por në anën tjetër është një ndjeshmëri tek qytetarët se nëse prishet pjesa e qendrës së qytetit prej që keni parapaju, prej hoteli Beteni dhe te posta, pastaj prishen ndërtesat që rrugës të Kryqi Mikelit që shpije dhe te Tregu, apo prishet edhe shtëpia kulturës që është prezentuar dje aty. Atëherë
shumë çka nga qyteti mbase do të ndryshojnë. Cilat janë propozimet e juaja të nisëm nga një që qytetarët mund ta kenë parasysh çka në sens keni propozuar? Për fillim, kërkoj falje për një vërejtje të vogël. Mos fitohet përshtypja se është kry studimi fizibilitetit. Se më duket që thatë se që ka kry, është proces fillestar, është proces na vetë sa kemi filluar. Atë përshërojmë një detaj zotë. Hajt lutem. Pse dje pasi po thoni që jeni në fazën krejtësisht të parë, dje pse u prezantuan objekte krejtësisht të mbaruara. Për shembull mbi modën që populli qytetarët e thrasin shkurtimisht moda prej viteve 80-ta, ju aty keni parë një ndërtesë banim kompleks, mjaft të madh, me një pamje të Pizës për shembull. Po. Aty ku është pjesa mes dy postës dhe Libeterit, keni para pa dy kulla. Që faktikisht mua më tegloj që një stabilizëm urban që s'ka nevojë. Në qoftë se duhet të ndërtohet diçka, pse çush tash ta parashikojmë çka do të ndërtohet. Fillimisht atë e bëhet ju. A ka qenë vetëm ilustrim apo çka po? Sa përçarem qytetarëve, në realisht dje i kemi prezantuar disa koncept projekte, cilat nuk janë përfundimtare, po janë. A keni pas për detyrë gjatë fazës e fizibilitetit ta bëni edhe këtë? Na për fazën e fizibilitetit kemi për detyrë, me identifiku, në qëtë fazë ku jemi na, me identifiku projekte kandidatet moshme për para fizibilitet edhe fizibilitet plot. Në funksion të asojna, me ilustru çka është e mundur më zhvillu, na i kemi prezentu disa koncept projekte, cilat në asnjë mënyrë nuk do të thotë se kanë më konë qatë formë edhe kanë më ndërtu qatë nivel, edhe me qëta kapacitete. Se ju e dini që studimi i fizibilitetit bëhet për me pa aspekte ndryshme, edhe financiare dhe tjera, po me qëllim që një shërbim ose një projekt i caktuar mu ndo riskun me sektorit privat edhe sektorit publik. Në këtë rast, nëse unë jem investitor privat, edhe vi në Ferizaj, edhe ju më thuni që, okej, qëto është një projekt kandidat, me qëto mundësi, me sigurisht se nuk keni më imponu ato çka unë e du në zgjidhje. Kemi më dhonë kushtet, edhe në qëtë funksion që të në kushteve, ju mi të regoni etazhitete, zhvillime, mundësi, apo shërbime cilat ju do një më dhonë si komun, edhe unë jap propozimin tem. Edhe normal që aje vjen në fazën e projekti kryesor, ata që flitet edhe fol dje, kanë më konë në fazën e fundit, mas dy fazave që kalon në proces, mas studimit plot vizibilitetit, edhe ato kanë me orë si projekt për sektorit privat. Me investitorët. Po, lutna, është proces legal, komuna mas dy fazave ka me hap tender, edhe me aprovim të ministrisë, me komitetit për partneritet publiko-privat, edhe aty vinë disa kandidat, mund me orë 5, 6, 8 kompani ose biznesit interesume, edhe ato thojnë, okej, unë investojnë në qëtë formë, ju mi keni dhënë kushtet, po unë jam interesu, kisha investu nëse kjo pjesë shfryzut parafarizëm, kjo përbanem, apo destinime caktume, edhe ata janë akter gati kryesor në krimin e partneritetit publiko-private. Me imponime nuk shkohet, po shkohet me normal, me bashkëpunim cilësor, edhe ajo që ka prezentu dje ka qenë... Shëra disa nga parametrat, çka keni para pa, për shembull, se janë shumë lëvizje në qytet, kushtimisht të quaj rokada. Për shembull, nisëm nga sheshi mbasi ose prej cili do në kisha pas në dëshirë më nis prej tregut gjelbër që na i kemi propozuar. Është një nevoje ka mëqme të qytetarëve të Ferizajit, që është analizuar edhe prej neve, por me pas një treg ditor. Çka bën me tregun javor? Mbyllet ajo hapësirë? Tregu javor ka funksionin e vet, vazhdon ta ketë. Vazhdon funksionin e vet, na nuk kemi analizuar tregun javor, kemi analizuar tregun ditor, kemi pasë në baza ditore ka shitës në pikat ndryshme të qytetit, mi shumë çka përderdhur, edhe tash ideja ka qenë që me pas një pikë ku ata mund më kanë në sistemum, edhe ne shkojmë me sistemin e dualizmit. Aty është stacioni aktualisht. Stacioni vendoset fillimisht në hapësirat ku është stacioni momentali autobusëve, me siguri e dini që është një 3-40 are tokë në pyetje, që është pronë e komunës, edhe ne kemi besu shumë që është një kufizim jashtëzakonisht i madh për intensitetin e trafikut, edhe nuk i plotëson standardet e normat, më konë një stacion, ka funksionu që ka funksionu ju e dini më mirë se na, mirë po ne vlerësojmë që është një pikë shumë me interes
për mu zhvillu një treg i gjelbër atë, që ne kemi para po me 2 etazha, me gjitha përmbajtje që i ka një treg i gjelbër, edhe realisht në bazë analizave fillestare që janë bo, mund mu sistemu dikon 60 deri 70 tezga, që në një kuptim tjetër do të thot edhe 60 deri 70 mundësi për punësimin, kuptimin e legale të përditshme njerëzve. Është normal që prap një mundësi e ofrimit, një cilësie, kuptimin e produkteve bujqësore. Atë qytetarët se duhet largohet shumë stacionin. Realisht, stacionin e ri të autobusëve, ne kemi para po përballë fabrikës tubave, që është një hapësirë dikon prej 3 hektarëve, edhe ndoshta qytetarët që e kanë pasur shqetësim. A do të thotë këtë që përfundimisht qendra e mobilitetit që ka qenë një produkt i një konkursi ndërkombëtar vdes? Po realisht na e kemi analizuar qendrën e mobilitetit edhe besoj që në atë kohë ne kanë edhe të kyçur nëpërmes jo në habitatit. Unë veç sa për çarën dikon 8 vite kam punuar jo në habitatin edhe vetë edhe kam qenë i kyçur në ato. Në atë proces pak a shumë edhe jemi të informuar, nuk do të thotë që vdes në atë kuptimin klasik, mirë po, ne kemi po si mundësi reale, pasi që hapësira momentale është hapësirë boshe, është hapësirë e komunës, edhe i ka dikon 3 hektar tokë, edhe i ofron gjitha parametrat për stacion ndërurban, po edhe për një lloj ndalje të stacionit edhe të urban, që na mendoj se realisht nuk shmanget më shumë se 2 kilometra. Jo, nuk shmanget, po realisht ajo shqetësimi qytetarëve që do të jetë larg edhe ka me kriju probleme shtesë kuptimin e qarkullimit, lëvizjes lirë qytetarëve, na jemi të bindur se është bërë një studim fillestar për trafikun urban. Studimi fillestar është bërë në gjitha parametrave, të pas parasysh numrin e banorëve, të pas parasysh rrezën e lëvizjes qytetarëve në 200 metra, 400 metra, edhe sa shkon më larg, domthonë krijohet një nevojë më e madhe për me pas transport urban, se janë ato rrezet që mund me lëviz qytetari lehshëm. Stacioni momental i kalon. Mund të ketë në stacione, s'dia kemi para. Patjetër që ne kemi propozuar dikon 3 linja urbane, cila 2 spaku për tyne çdo 5 minuta mund me frekuentu, domthonë vijën qendrore, edhe normal që në çast studim pe ekspertit ton trafiku që është bë, është menduar edhe lidhja e pikave që thojmë na kryesore, për shembull fakulteteve, edhe pikave ku ka frekuentim të madh të qoftë qytetarëve, qoftë do me thonë studentave apo kategorive të ndryshme të shoqërisë. Realisht, nashta mund më konë pyetje se, okej, në Kosovë ka përvoja të ndryshme me trafikun urban. Është përvoja e PES, që prap ka qenë një iniciative jo në habitatit, e përkrahur prej autoriteteve komunale, edhe ka funksionu ose s'ka funksionu. Në kuptimin konceptual, na kemi menduar se është mirë që këto 3 projekte më kanë të ndërlidhura. Me shifra fillestare, nëse janë 60 deri 70 tezga të mundshme në tregun momental të gjelbër, realisht nashta me këty matematikisht, nëse 200 euro një minimum është për me pagu tezgan brenda një muaji, i vjet dikon në hyra mujore 12.000 deri 14.000 euro. Edhe stacioni i ri i autobusëve prap krijon edhe hapësira, domthonë për restorane, për hapësira tjera shërbyese, cilat edhe ato sjellin një përfitim. Edhe vetëm ta përmendëm edhe aspektin e stacionit të trenit, për arsye se dje u përmend se do të hynë në tokë aty ku është pak a shumë, edhe do të integrohet në zgjidhjen e sheshit. Po nëse ndërkombëtarët kur vinë dhe vendosin ta fusin në tokë, mund ta propozojnë që të jetë krahas stacionit të autobusëve, edhe stacionit trenit. Realisht është menduar alternativë. Te shkolla Gjon Sereçi, nëse s'gaboj, që është përballë stacionit. Ju a keni propozuar diçka për Gjon Sereçi? Te shkolla Gjon Sereçi, që është përballë stacionit të autobusëve, na kemi menduar se stacioni i trenit. Është e mundur si alternativë edhe stacioni i autobusëve edhe stacioni i trenit me funksionuar çat qendër. Mirë po them, studimi fillestar është bazuar në gjendjen që është më reale, më e mushme me zbatu. Se aty kemi një problem teknik, janë një numër i nxënësave që janë për momentin duke shfrytzuar ato hapësira, edhe se në kuptimin më afatgjat të shkollat që janë afër spitalit, që janë shkollat e vjetra, që janë nashta
nuk paraqisin një vlerë, përkohë që ndoshta mund më koni edhe ajo një identitet, po mund më rizhvillu ato shkolla, në kuptimin edhe 2 fishimit e 3 fishimit kapacitetet nxënësve që mund më vendos ato, edhe krijimit të hapësirave, përshtatshme nxënësit e kësaj shkolle kishin mund më bart në atë shkollën atje, edhe më kriju si hapësirë e lirë, qoftë për stacion të autobusëve, qoftë edhe për institucione tjera që janë interes objekti komunës ose objektit. Ju në analizu, mirë po flasim na për momentin jemi në qëtë nivel studimit stacionit të ri atje që i lidhjen për Prizrenit e Shtimës që vjen, edhe lidhjen që vjen për Prishtinës, edhe është pak në periferi, e vetëmja munges është që në trafiku urban, po trafiku urban, sukur kështë të thonë, kemi analizu më konë e lidhur me stacionin momental, që është tregu i gjelbër i planifikum, edhe me stacionin e ri. Aj që e merë përsipër. Aj që e merë përsipër. A keni paramendu eventualisht që atje tjetë edhe stacionit trenit? Ka më konë pjesë e studimit. Realisht nuk është që na kena me bo projektin kryesor të... Ajo varet për autoriteteve nivelli qendror. Mirë po, është dhe sa shifrat, tash është një bashkëpunim cilësor mes autoriteteve komunale dhe autoriteteve qendrore, edhe normal që çdo herë është e mundur mu integru edhe atje më konë stacion, edhe domthonjë është gjithçka është e mundur me një bashkëpunim cilësor që për momentin po shoh që funksionon. Mirë po vetë ta përfundoj të lutem, edhe që tonë. Ideja që mi lidh me një zhvillim tregun e gjelbër, stacionin e autobusëve është për me kriju mundësi që një investitori privat që ka me morë përsipër edhe trafikun urban, do shta me punu me çmime minimale ose për kategori caktuar edhe pak kosto qatë funksioni e trafikut urban. Se ka me pas përfitime pe pikave tjera, dëmon pe tregu gjelbër dhe pe stacionet, pe hapësira që kryen stacionet e autobusëve, edhe mund me kriju qatë komoditet që me majtë gjallë trafikun urban në qytetin e Ferizajt, që ka qenë i përvoj pe PS që nuk ka funksionu në mënyrë cilësore, edhe na besojmë se këtu mund më përmisu kuptimin e qasaj. Domthonjë dështimi trafikeve urbane po i bën se ne andësimi qytetet tona ende nuk janë zhvilluar në qytete moderne ndoshta. Kjo një aspekt tjetër basim. Mirë, zoti Baftiari, kalojmë një pika tjera, për arsye se ka ende pika që qytetarët janë shumë kurrështar të ndëgjojnë drejt për drejt nga ju. Çka keni para pa, për shembull për sheshin, pasi jemi të gjën Seriçi, minjer jemi të sheshi. Sheshi qendror që është quajtur edhe me titullin Portali i Ferizajt, është kemi menduar në fillim më konë një projekt që e ruan sheshin momental. Mirë po, nër hapësirat e sheshit momental ka më konë parkingje, s'pako 2 nivele parkingjeve, është mendu më konë një ekran i madhë, i cili jep mundësi i madhë, kur thëmë, dërështë nuk kemi parametrat sakt sa me sa ka më konë, po që jep mundësi normale një transparence. Në pame që prezentu djetë të shijet, sigur tjetë një muri për gjatë kretë dimenzioneve të sheshe. Aja ka mu diskutu. Nuk është që është përfundimtore, tash është vetë koncept fillestar. Ne jemi veç fazën fillestare, normal që kontributi juve dhe i tjerve ka më konë i domosdoshëm edhe i mjaft me interes për me avancu. Edhe bisede që bëjmë tash është në atë funksion. Po besoj që po pa tjetër, edhe thesht ideja është që me pas një hapësirë, ku mund me pas informata për qytetarët, kuptimin e krijimit transparencës qeverisë komunale, qoftë për projekte, qoftë për zhvillime, qoftë lloje ndryshme të informatave, edhe aty e keni pasur që ka qenë një propozim me kapacitetin ashtu edhe deri 1300 ulse. Edhe se dikush dje tha që okej, po duket si një muri edhe ka plot mundësi mu analizuar, mu diskutu. Po në parem mendoj që është mirë me pas një hapësirë. Mirë, ai që kemi parë duket si një teatr antik. A mund të qëndron ai teatri në zemër të qytetit vazhdimisht? Prezantimi vizual i djeshtit ka qenë shkallët kanë kuptim vetëm kur janë të mbushura, kur janë të zbrasta atë marrin një kuptim kryesisht tjetër, derisa nuk janë vërtet antik. Prezantimi i djeshëm ka qenë ashta që vizual, që ka lënë qatë për shtype, mirë po ne jemi thash në proces fillestar të identifikimit të projekteve kandidate për partneritet publiko-privat, edhe në atë kuptim, a ka më konë 1300 ulse, a ka më konë 200 ulse, 500 ulse, du të më diskutu, edhe për interesave edhe për zhvillimeve tjera. Por realisht me pas një mundësi, ku një shfaqje kulturore, ku një kampionat botëror, një kampionat evropian, sikur është ashtu i Shqipërisë atje, qytetarët mund më grumbullu edhe me pa, na besoj se është në interes. Tash, kjo
ka mu përcjell me studimin e plot fizibilitetit. Nëse ka lënë si projekt kandidat, edhe analizat tjera na tregojnë se kush e interesuar me investu, sa ka do të më investue, sa ka arsyeshmëri për më investue, sa në aspektin ligjor, edhe arkitektonik që përmend, ja vlen edhe rastisht apo jo rastisht sheshi shpesh herë qëndrohet në obor të komunës. Në këtë kontekst pak po më intereson sa keni rujt vijën profesionale gjatë punës së juaj, a sa keni rënë në ndikimin e politikës? Ka pas interferime politika në punën e juaj? Fillimisht besoj që ka një ndarje të qartë mes aspektit profesional edhe aspektit politik. Na, për sqarem, unë e djeve veç sa e kuptova, që realisht Emin Hysaj, një arkitekt që ka qenë çështje Ferizajit, ka qenë i kyçur pak a shumë do vija, që ka mujtë më kuptu. A mund të themi që ka pas konflikt interesi aty? Jo, ka mujtë më kuptu në atë formë. Po tregoj parimisht, na si institut, nuk është projekti i parë që zhvillojmë, janë me 10 projekte, e kemi një projekt që zhvillojmë me Bashkimin Evropian, është mbështetje e Ministrisë Planifikimit edhe Ministrisë Bujqësisë, edhe realisht në parem, na staf bazë kemi dikon 15 vetë. Çdo vend ku shkojmë me punu, ideja jonë është që me pas një profesionist, fushës që njeh rrethin edhe më mirë se na, që jeton me çatë rreth. Edhe këtë funksion ne kemi zgjedh një arkitekt që na kemi besuar që është ndër më të mirë, për më në ndihmuar këtë proces që më konë sa më cilësor. Ka pas zero që s'ka pas asnjë arkitekt Ferizajas. Ju ka duke handicap për institutin? Jo, nuk është handicap, se realisht na kemi disa arkitekta. Mendon që profesionistët nuk kanë përkatësi, a? Ja, është vërtet, profesionistët nuk kanë përkatësi, po bashkë çat funksion me plotësu sa do pak çat handicap. Ne kemi angazhuar Emin Hysajn, i cili është besoj i njohur për Ferizajin, për zhvillimet edhe ne kuptuam dje që ka qenë edhe pjesë e disa zhvillimeve tjera. Po për neve si INSI, për neve është ndome vija politike dhe vija profesionale. Jo për hir të asnjë individi që është qoftë edhe kryetar edhe qoftë çfarë niveli që ka, po për hir të ardhmës tonë. Na më shumë e dojmë të ardhmën tonë si INSI se çdo zhvillim tjetër. Nuk është shumë zhvillim i vogël për neve në kuptimin se sa është e rëndësishme ardhmja jonë. Edhe kemi një ndarje të qartë mes vizë politike dhe profesionale. Keni marrë pas punë tjera dhe po mendoj keni kry punë tjera edhe të planet regulative. Po disa prej tyre kanë gjallë reagime, pikërisht plani zonës 2 sa di edhe zonës së 8. Është vërtet që na kemi marrë pjesë në mënyrë cilësore, jo për zonën 9 dhe zonën 8, po për zonën 2 që kemi punuar na, edhe na besojmë se në parem është punu në mënyrë profesionale, tu i shfrytëzu, domethënë, gjitha informatat me imazhe satellitore, me gjitha informatat që ne i konsiderojmë, dhe i të parcela katastrale. Në katrimi nuk është e solli edhe revidimin e planit pastaj. Flasim tash për 2 zona tjera që ne jemi me kontraktuar për analizën e mundësive për ngritjen e koeficientit ndërtimit. Që nuk duhet, edhe për qytetarin herëndëm, nuk duhet më përzi këto sene. Se koeficienti ndërtimit realisht për zona që kanë apo synojnë një dënsi më të madhe të ndërtimeve dhe zhvillimeve, ka mundësi profesionale edhe të mira dhe të qëndrueshme me ngrit koeficientin e ndërtimit. Na kemi bërë një studim të tillë. Po gjatë studimit ati të 2 planeve, zonës 1 dhe zonës 8, normal që kemi pa anomali në ashtë më thonë në kuptimin profesional. Për piceke vetëm 2-3 elemente. Planifikohet një rrugë që është 35 metra me gjërësi, që është bërë për bindjen tonë me sy mbyll, pa pas për bazë një gjendje, janë disa rrugë që kanë pas zonën e parë dhe zonën e 8. Domthonë janë rrugë që kanë ra për mi objekte që janë 5-6 objekte edhe 6 kace edhe 7 kace edhe me qindra objekte që janë 2-3 kace. Që nën kupton se për zbatimin e atij plani duhet me bën rënime, duhet me bën domethënë ekspropriem, duhet me bën zhvillime të tjera që kanë koste jashtëzakonisht lartë financiare. Edhe në çast proces jemi mundu me bën një përkrojë e tillë. Është edhe ka qenë sfida e lumit para pam. Lumi që në fakt është një lum që ju jeni më të informuar se ne, mirëpo një lum që ka hyrë në tokë viteve 60 ose 70, edhe ka qenë një koncept që për bindjen tonë është koncept i mirë, urban, kuptimin e hapjes lumit, edhe krijimit hapësirave rekreative përreth lumit, po na kemi pas disa çështje që o dash më ngrit, me dojmë
cili është kapaciteti juaj. Se suni kthehemi kësaj, kemi ende çështje, po këtë përmenda vetëm në aspektin se dje pat kontestime nga qytetarët që nuk keni firmë kredibilin, atë kuptim për qytetin. Jo, nuk fillimisht një kontestim që ka qenë i një zotnijës që ka folë për projektin e zonës parë që është bo për një kompani tjetër, nësë kemi pas lidhje me atë projekt, domthonë është bo vitin 2009 ose 2010, nuk e di cilin vit është bo, ai flet për një rrugë. Po, na nuk kemi ata që kemi bo ato. Na kemi bo rishikimin, kuptimin e qësoj, shka po thamë, ngritis kapacitetit, koeficientin e ndërtimit, edhe ato me përgjësit plotë, edhe thamë se na kemi bo në mënyrë. Zoti Baftiari, nuk mund të anashkalojmë për arsye se mbase. Edhe një sent, lutem të thamë, ka pas disa kontestime që janë bo për ministrijës për ato zona që janë rishikuar dhe mbledhsu, po që ka qenë në kuptimin e procedurave legale të kuvendit edhe institucioneve të tjera. Ministria zvonu shumë aty, reagimet e ministrisë kanë pas 6 muaj. Nuk jam kompetent me thonë ato se realisht e di që është kontestu procesi legal, kuptimin e vendimarrjes në kuvend komunale dhe procesi legal o kontestu. Nuk është kontestu do me thonë përmbajtja e planeve. Se tash kemi zjedhë këtë shumë probleme në kuptimin e bon ministeriale. Mi po, qka shumë e rëndësishme është ta me thonë, nuk jam kompetent, mi po mund të thonë si njeri që kam një provojnë këta. Ministria e Pushtetit Lokal ka, edhe ju e djeni me siguri, që ka 15 ditë me kontestu vendime të kuvendeve komunale. Nëse kontestu diçka mas 6 muje, unë më paskon avokati, ku më kam fat, lutem, baza legale. Po. Mirë, zoti Baftiari, ai proces po vazhdon, komuna ka pranuar të hynë në rishqyrtim të disa planeve të kontestuara. Është një element që mbase qytetarët na kanë pritur më herët të flasim për të komplekset banesore. Parashikohet për shembull që në disa banesa, të cilat tashmë kanë bërë një jetë më shumë se një gjysmë shekulli, por që është pronë e komunës, të ndërtojnë komplekset të reja. Është fjallat e rruga e Pazarit, do më tregut e Gjelbert, është fjallat e banesat përballë spitalit mbase, është të moda si që thash, edhe të pjesa prej Lybetenit deri te posta. Si keni para pa, dhe sa mundesh me afru zgjidhje qytetarëve që shqetësimet e tyre të marrin një sqarim. Fillimisht unë, sikur e thash prej fillimit, ne kemi analizuar komplet zonën urbane, edhe në komplet zonën urbane e kemi identifikuar disa potenciale që përmendin edhe për afarizëm edhe banem, te ajo te spitali, te tregu, te kisha dhe xhamia ky kompleksi, edhe realisht në gjitha këto zona, për fillim e kemi identifikuar që është prona e komunës. Nuk flas për një si banimi. Disa janë shit e moda, unë se di është shit moda. Aty s'di. Informatat ne kemi domthonë ne kemi lyp prej komunës pe drejtorisë kadastrit, informatën për fletën posseduese parcelës edhe kopën e planit. Apo ndoshta vetëm ish dyqani është shit e jo edhe banesa. Është e mundur, ato janë probleme që ndoshta nuk i njohun e mjaftueshëm, mirë po na kemi lyp për me fillu një proces legal, normal që na nuk mund me fillu proces legal nëse komuna nuk ka dëshmi se është pronare e çasaj hapësire. Në gjitha këto hapësira që përmendmi, na kemi dëshmi që janë dhënë prej komunës se është pronar apo pastaj komuna lëshohet në një partneritet me pronarët privat. Është një proces aty, se edhe ata që janë shfrytzues momental, qoftë dyqaneve, qoftë njësive të banimit, normal kanë drejtat e veta kuptimin e legal të aty në hapësirave që i posedojnë ata. Mirë po, realisht për fillim kemi analizuar se këto zona janë zona që kanë objekte, që e thove edhe vetë, me një vjetërsi. Janë objekte që nuk paraqesin për momentin një cilësi të jetës. Përkundazi janë ndoshta edhe një rrezik për jetën e qytetarëve që jetojnë aty. Edhe në çat funksion, normal që kemi mendu që është e mundur mi rizhvillu këtë zona, edhe kemi dhënë do koncepte të para. Mirë po, se përket studimit të fizibilitetit, nëse këto shkojnë matutje, kemi një pëlqim parem, se okej, studimi i para fizibilitetit dhe fizibilitetit duhet fokusohet në këtë zona, na kena me bë normal takimet e para me qytetarë, me njerëz që jetojnë aty, me biznese që jetojnë në atë zonë. Keni para 25 kaç zoti Baftiari. Ta përmbyllë lutem veç për këto zona që po flas njëre. Po duhet me fol në kuptimin e kapaciteteve me krahasim. Është një zonë tjetër që kemi para pa 25 kaçe, por nuk janë këto zona që përmendni tash për 25 kaçe të planifikuar. Domthonë, është një proces legal që ka më ndodhur. Edhe na kena me marrë një pëlqim me shkrem për tënë që okej, pajtomi me murë që ka sipërfaqe nëse ndërtohet edhe elemente tjera. Mirë po realisht si mundësi, si potencial, si projekte kandidate janë këto shka pi përmen.
është e vërtet, ajo 25 kaçe që përmend, domethënë është mendu se prej hotelit Lubeten, edhe pjesa më poshtë deri te pronat që duhet më rujt, që janë institucione ose private ose publike që nuk mundna me fut në sistem të analizave, janë menduar që mund më konë 2 objekte, ai kemi qujtë kulla simbolikisht, po nuk do të thotë që janë kulla, po janë menduar që mund me pas kapacitetet deri në çat nivel. Kemi probleme në kuptimin momental, na jemi kontraktuar me bon studim fizibiliteti. Po nuk kupton që do të me pa pak a shumë edhe planin urban edhe gjitha kapacitetet. Ato janë të mundra me ndrrime caktume, në mundë me ky studimi fizibiliteti. Dhe me thonë në fund, kjo është e mundur vetëm nëse ndrohet që kjo, ose krijon një interes për sektorin privat, nëse i pën që të funksione. Krijohet një infrastrukturë për një numër kaq të madh, domethënë që është 25 kaç që kemi në të banorëve që do të banorë. Realisht, hapi i parë i studimit fizibilitetit është fizibiliteti teknik, që nuk kupton që ato mundësi teknike të vendosjet, infrastrukturën, ndërlidhjet me shërbime caktume edhe elemente tjera. Na do të mi pas parasysh ato. Mund mendoj që nëse s'ka kapacitetet, kuptimin e infrastrukturës, me thonë okej, ky projekt nuk është prioritar, për shkak se ka kufizime qoftë legale, qoftë proceseve, qoftë teknike, qoftë nuk ka arsyeshmëri, qoftë elemente tjera. Mi po, jemi në proces. Jemi në proces edhe gjitha ato shka janë prezentu, dje janë fazën e parë që kanë më testue edhe 2, 3, 4 ose 5 projekte maksimum kanë me kalu në studim plot fizibilitetit me pajtueshmëri pa ka shumë gjithë pjesë. Zoti Ismaili, jemi ka fundi i misionit tonë, por për shikues të tanë veç të tregojmë se ju këtë detyrë e keni marrë diku në muajin shkurt, apo? Po. Dhe keni nënshkruar një kontratë 80 mijëra me komunën. Po. A keni dalë shumë shpejt? A mendoni që keni dalë shumë shpejt me rezultate? Vetëm pas një muaji? Ka qenë punë ndëshme apo ka qenë një fazë normale e raportimit? Nuk mendoj që kemi dalë shumë shpejt, sa për informim, shumë çka prej analizave është bon edhe kur kemi konkuru. Se thash, ka qenë konkurs projektimi, edhe në konkurs projektimi i kam detyruar me ardhur me koncepte. Edhe na... Domthon, konsideroni që puna juaj ka filluar më herët? Puna juaj ka filluar më herët. Domthon, po nuk është që prap jemi herët, se na jemi vazën e parë. Na çfarë duhet me ditë për neve cilat janë projekte prioritare që na mu ju ços para fizibilitetit dhe fizibilitetit. Cilat hapa ju presin tash? Tash na presin hapa që duhet me autoritetet komunale, edhe normal që na është edhe një debat tjetër me qytetar, me thonë okej, nëse nuk është prioritet sheshi, a mund më konë prioritet tregu i Gjelbër, a mund më konë prioritet stacioni autobuseve, a mund më konë që të zona afariste, banimi, a mund më konë prioritet parkingjet, që e kalum pa e diskutu. A keni parapara, a do tjetë e mundshme për shembull të lëshonin në debati në realitet të shkon tek qytetari? Të heni në këto zona të debatoni, për shembull njësi për njësi. Po, une domthon mund të them me kompetencë plot se ne kemi edhe domthon detyrë që në çdo zona, për shembull në çdo objektin e mëshëm për afarizëm edhe banem të spitali, mi kontaktu gjithë njerës që janë aty, fillimisht qytetarë që janë pronarë njësive të banimit ose njësive afaristë aty, edhe me diskutu me ta, edhe me po mendimit e tyne. Po normal që mas asaj faze që i kalujmë do prioritete edhe bisedojmë me qytetarë, na kemi pas prap debat publik edhe me shtresa më gjona. Edhe me shoqëri civile edhe me pjesëmarrës të makte e tjerë. Deri te me një moment caktuar na synojmë me pas edhe një takim tipit me biznese, me aktherë cilët janë të interesuar me më konë pjesë e zbatimit të në projekteve. Kur mbaron puna juaj dhe ku fillon e komunës pastaj? Puna jonë mbaron mas përfundimit fazës 2, mas kryerjes së plot studimit fizibilitetit për disa projekte, edhe pregaditjes draft projekteve, edhe draft kontratave, edhe ajo përfundon normal që na i dorëzojmë këtë punë në departamentin për partneritet publiko-privat, ata e kanë për obligim me thirë komitetin për partneritet publiko-privat. Nuk ka nevojë kuvendi komunal të aprovojnë fare? Ja, shkon në ministri, domon legalisht është e përcaktuar me procedura që shka me shku, edhe ju keni një ilustrim që nëse do një mund me ilustru edhe me ju lash një ilustrim që mundi me pa, edhe për qytetar që shkon procesi, mirë po, aprovimi i fundit shkon për komitetit për partneritet publiko-privat, që është në nivel të ministrisë,
edhe pas aprovimit janë procedura tjera që komuna është e obliguar me hap, komuna normal që e hap një tender për të interesuarit për zonët caktume, mund me paraqit disa biznese, me 10 biznese, edhe ata që ofrojnë kushte më të mira normal e morrin. Mirë po, realisht aty përfundon, para se me ardhë aty, domethënë kur e dorëzojmë në materialin në për komitet, atëherë përfundon edhe puna jonë sa i përket. Mirë, zoti Baftiari dje ka pas konstatime se këtë kjo ka përngjarje një firmë i cili e ka lëviz kohën me një shpejtësi shumë të madhe. Sinqerisht duke ndërlidhur drejt për drejt se është edhe puna juaj, kur mund të parashikoni se këto 10 pika mund të përfundojnë në Firizaj? Për çfarë periudhe kohore? Fillimisht 1 dekadë, 2 dekada? Fillimisht mos e lidhur me mandatet politike të asnjë partie politike. Fillimisht ta them anisem para se me dalte këto. Një shqetësim i madh që ka qenë qytetar është parkingjet në Ferizaj. Në realisht kemi analizuar 3 zona të mundshme për parkingje, edhe me ato 3 zona me 2 nivele të parkingjeve, është konstatuar se mund me ardhë një numër 2200 parkingjeve, që janë jashtëzakonisht me rëndësi. Edhe format e ndryshimit edhe aeroqës, për shkak edhe konfiguracionit të terrenit që janë në ato zona, ne mundsojnë pa ventilime, plotësuese, në kuptimin mënyrë natyrore më bë këto, edhe është realisht një avantazh jashtëzakonisht i madh, është menduar edhe një shfrytëzim multifunksional. Bija ato zona ka më konë gjelbrem, parkingje edhe hapësira tjera që, parqe edhe hapësira tjera që realisht e krijojnë nashta një primes, ku e thove edhe vetë më herët një imazh të ri që ti të Firizoj se ka me pas hapësira gjelbërta kohë shumë. Sa i përket zoti Baftiari mas gjithë kësaj, a do të bëni banor i Firizaj? Me gjithë qef. Me gjithë qef. Vetëm sa për më sharu. Sa jemi realist, sa jemi realist, kanë me tregu do analiza tjera. Për çdo projekt ka më konë analiza financiare. Që nuk kupton kostën e projektit, që nuk kupton tarifat shtesë, ngarkesat që mund më bëjnë për shërbime caktume, që nuk kupton kohën e kthimit të investimit. Montash për tash si keni bërë këto? Jo, po jemi në fazën e parë. Kjo është patjetër me bë për me kompletu dokumentacionin, për me shku matutje dokumentacioni. Edhe ato kanë më na tregu se jemi realist. Një vlerësimi tregut që du të më bënë proces, ka më në tregu sa e të interesum sektori privat edhe tjertë për këto shërbime. Edhe unë besoj që mas, edhe se duket, ilustrimet kanë qenë që duken nashta edhe mega zhvillime, mi po na këna më këthy në kuptimin e analizave tjera që, e thëmë, është e mundur, nuk është e mundur, kuptimin financiar, kuptimin ekonomik. Mos të harrojmë se kuptimi ekonomik nuk kupton domosdoshmërisht kosta. Nuk kupton se nashta hekurudha me analizu ku kthehet investimin hekurudh është me bë pikpyetje, po nuk kuptohet që është siguria qytetare, është siguria qytetare, është zhvillimi ekonomik, është benefite tjera, domosdoshmërisht që arsyetohet edhe mund edhe më investo. Mirë, zoti Baftiari, unë të falenderoj shumë. Shikues të nderuar, do të ndihesh shumë mirë nëse kemi arritë të zbërthejmë shumë nga dilemet e juaja lidhur me planin e ofruar të studimit të fizibilitetit nga Instituti INSI, i cili këtë ditë u diskutua as shumë në qytetin tonë. Vazhdoni të qëndroni me ne dhe faleminderit që ishit me ne. Unë dhoni ju falenderoj juve për mundësinë që na keni dhënë, edhe normal i ftoj qytetar që të jenë pjesë e procesit edhe të na ndihmojnë me përmirësu cilësinë çdo aspekt. Mirë, faleminderit, shihemi sërish.